Shikues nderuar, mirë se vini në episodin e radhës të Fire Ngrit Podcast. Sot edhe kë episod in-house me profesorin tonë të nderuar Labin nga Kumanova. Lab, mirë se mirë se më gjenë. Gjithashtu. Lab, jena të e po një treg që ka torturus, sidomos mas kreshit, se kur ndodhi kreshi, ndodhi një rikthim i shpejt, që i thojnë V-shape recovery, një farforme, jo kështot, se kur o V-shape ta man din me japë returns të mira, po jena të po lëvizje me një range që sot dit, mes 107.000, 112.000, e që është këtë gjapo është edhe torturu se so për nisët po presin rikthim edhe për shumë edhe për Twitterit. Në më thonë si të nisët regu, we're so back, edhe ja nisë folët all season. Si të delaj traderi famshëm i hyperliquidit që për hinë short tregët, me njëherë u kry cikli hinë në bear market. Që shotë të do ty për më intereson me një mjetë që të tregu edhe a ki farë ndjenje pozitive për në vazhdim që a mundet me në prit. Që është tash me rëndësi me potencue nëse morim edhe analizojmë marketin, në lower time frames ko gja marketi për momentin e ka një price action, një zhvillim të çmimit ko gja kompleks, edhe për çat arsye kisha preferuar me përdorën higher time frame. Për shkak që mënyra se çish ashtu zhvillu tash për momentin price action lower time frames është kogja kompleks, është ta jep ashtu një pavendosshmëri se cila ka më konë në lëvizja e radhës për atë arsye, kur kemi kësi lloj zhvillimi të çmimit në lower time frames, është edhe thonja shumë e mirë forest over tree, do me thonë është mirë me dalën në higher time frames edhe me analizu chartin për shkak që shpesh market makers mujnë me i ba të manipulimet në lower time frames, po manipulimet shumë janë më të vështira më bën higher time frames, për atë arsye analiza në higher time frames ta jep atë pikturën e tregut, kajën e tregut se ku jemi për momentin. Për që të analizën higher time frame, kena me diskutu edhe në vazhdim se i kemi do evente këgja më rëndësi, eventi më rëndësi shumë javë në arshme që është mbledhja e Fonsit, ku Fedi vendos për shkurtim ose jo normës interesit, e që me 99% në shansat që ka me pas shkurtim normës interesit, po që jem të evrejt, është që qa, se e diskutum një, po folim pak që është të ndu masi e folim në time frame të shkurt edhe të një time frame a maksi. Time frame të shkurt jena të e po në Solana. Në më thonë edhe pëse kënina nuk po ka nej zhvillim të këto projektet e mdhaja që i në mësu me të rektu që janë Sui, Link e këto, edhe pse edhe Linko, edhe Sui, edhe XRP-ja, edhe Ethereum-i, janë dëshmime që ja vlejnë mi akumulun që do shmime që janë tash për tarmë. Për shembull se Linkun e kena pa shkaj deri $70 para një muj, tash e ki dikun $60, e që menaj që Linku është një për projekteve mëj me thonë mas mainstream në kripto, që edhe institucionet e dina që në Linkun e kanë integruar dhe dhoma e tregtisë në Amerikë për me i dhonë dhanat e ekonomisë në kohë reale, që në Linkun bashkë me Pythin, mas nej Suin, që është një për nisha matë mije që ekzistojnë në treg, e kena Solanën, që është unë zhvillu në Solana, që është në dosën e Solanën e përcjellë shumë, se edhe rri shumë në për këto që i thujnë Digen World, të i përcjellë projektet e vogla ashtu që po dalin, që janë të bu Solana, janë të e rikëthy atë kohën e 2017-ës, kur im konë ato ICO-jat e famshme, Initial Coin Offering. Po ka projekte në ekosistem të Solanës që po lansohen dhe po nuk po kanë pre-sale-a, kështu shumë me mbledh pare prej komunitete ose me mbledh pare prej kompanive të mëdha PVC-a, po
pe zhvilloj një ICO round ose një pre-sale round ku gjithkush pe ka mundësinë me investu për dikon 96 orë për zgjatë që ajo, me investu me të njëjtin çmim si krejt, po tash, dhe çfarë po ndodh është se zakonisht ata veçesin një target, një projekt ne personalisht vetëm himeni si pre-sale. Edhe veçesin një target me i raise ose me i ngrit, me kriju fonde dikon 3-4 milion dollar që sa për një ekipës për me zhvillu produktin e vetë dhe për me zhvillu tani me vazhdu me lansu coinin, me zhvillu produktin e vetë. E keq tërsane që a i vini që i ka shpenzime një ekip. Dhe me kriju likuiditet në Solana, në përdeksat e Solanës. Qa ka ndodhë është që po ngritën fonde ma shumë se sa që po kërkuon. Ka pas për shembull një projekt i parë që u lisun që të formë, dikon 150 milion i kanë raise, po ekipa ka vendosur me nal veç dikon 3-4 milion. Pjesa tjetër ju ka kthy këtë që aty në njerëz që kanë kontribuar në pre-sale. Edhe që pre-sale i dytë, që edhe vetë personalisht janë ata, targeti ke dikon 3 milion, ata i raise dikon 30 milion, edhe i bëke që 90% e fondeve i kthyn te njerëzit që kanë investuar, veç 10% tash nau çaj kepi secilit për neve në ardhen për 10% investimit ton tokena. Po çka ke interesant, kur dul TGE, coin, TGE është kur listohet live, kur mund të tregtu pi gjithë kujna, ose token generation event, çmimi najtin çast çmimin e pre-sale-it, çmimi që aty tokeni najti për dikon rreth 30 minuta. Edhe gjithkush e kish mundësi prapë me blenç ato, nuk shkojnë në çmimin pre-sale-it. Edhe ka shku deri në 3x prej çmimit pre-sale-it ose prej atij çmimi që dul edhe në TGE. Edhe tash është tregtu rreth dikon 2 fish prej çmimit pre-sale-it. Që është i njëjti sa ka ndodhur me projektin e parë. Ajo ka shku deri në 10x prej çmimit pre-sale-it. Edhe që tash janë të poshtë komplet shumica e retailit të fokusuar në Solana. Ti nashta se ti përcjell edhe non-chain, jetë po edhe Matrixa, domethënë Solana ashtu i dominu këtë lloj nishat si për ka volumi indeksa, si për ka volumi që gjenerohen për aplikacioneve që gjenerojnë të ardhuna, që është app revenue në lloj nisha, si për ka stables që po hin, domethënë gjithçka është e dominu Solana. A ke mujti me po, a ke mujti diçka me po tjetër që është ndodhur non-chain në blockchain e Solana. Se ka pjesa fundamentale, unë jam të po, retailin këtë fokusun që aty. Po ka laun shpejta që po i listojnë shumë projektet e, më thonë projektet të reja të vogla, që po kryesisht po janë projekte që po tokenizojnë asete. Po edhe jena të po një narrativ ose një trend të si polymarketi, projektet që po dalin për si prediction market, edhe shumë projekte po dalin edhe në Solana, si projekte të vogla, po këto puna edhe që po është puna parime fetare, këto nuk është që jena të fokusun ta, për arsye se nuk lejohet me i tregtu. Po më intereson ka pjesa on-chainit që ke mujt me pa të Solana. Se fundamentalisht në menoj që është momentalisht larg blockchaini para këtë blockchainave tjera. Për përdorim për tonat. Jo dhe pa arsye njihet si people's blockchain, do me thonë njihet si blockchaini i njerëzve për shkak që veç ato gjet mass adoption, blockchaini i Solanës ka gjatë shumë. Çka ka do karakteristika të veçanta për shembull Solana me i përmend scalability që muj me thonë që ashtu i dominu blockchainat tjerë, që është një problem me cilin karakterizohen blockchainat edhe njihet si low cost fees, do me thonë fijat i ka shumë të që duhet të scalability, jena të po, Ethereumi problemin kryesor, sa që ja ka nisë qitë problem të Ethereumit, me ngrit edhe investitorët e mëdhej, kompanitë e mëdhaja, që edhe presionin që me kanë, ma të madhin që pjavojnë ekipës të Ethereumit është për scalability. Se po, atina tash retailit i interesën kosti finë sa pagun për një transakcion, po ati të kompanisë që janë në Wall Street, aty nësim interesën shumë sa paguajnë fi. Interesën transakcionet mos me u vënu edhe siguria. Ethereum ja garanton siguri. Në blockchaini më i sigurt në botë, kështu pa pikë dyshimi, po është kjo scalability që po besoj me ndryshime që janë të i bo, ka marrë edhe upgrade-i në fund dhjetorit, upgrade-i në Ethereum ke që i kanë këta emna të upgrade-ave, po qëtash në testnet kanë dalë, tash faza testuese dhe në fund vitit është kjo të një dalin edhe me i net, që po besoj kanë me arrit me i
çdo probleme që kanë sidomos me scalability me arrit me i zgjidh. Po, çdo është Solana shuhet sidomos për scalability, është transaksionet i ka super shpejta, unë e vrej, domethënë unë për ka pjesa e valletave decentralizuar që janë si MetaMask këtu, unë Fantomin s'ta ndrej me asnjë. Tani Jupiterin si DEX i decentralizuar nuk ta ndrej me asnjë DEX tjetër, me Uniswap me këtu, edhe janë ma user friendly, ma gjithçka. Ta shumë interesant ku pifol çto polinën shumë dosejnë tash me i krahasue. Te Solana, njëri prej sejnave kryesore që e pa te puna që shpecekti edhe FIAF që kjo është shumë me interes për retailin, pikërisht që kjo ke edhe pse banën një switch retail si prej Nether, nëse e shohmi edhe non-chain, Etheri para se me ardhen upgrade që e pa Spectra upgrade që po dojnë tash me gjithë problemet me scalability-n, ka posën, do me thonë për një transakcion në Ether, ti ke pagu e fija ko gjatë nata. Shpesh edhe fija marramense për shkak që zakonisht kur networki ka high usage, mos me spamirat networkin, ngritën fija. Çet problem që e ka pos dertash Etheri, edhe kjo ka njëna prej arsyeave që njerëzve që kalun e gjetën veten te Solana, për shkak që Solana ja ofroi ke çata që se ofroi ke Etheri edhe veç njerëz nisën me kalue, sidomos retailsi në mos të madhe nisi me kalue në Solana. Kur po folim të retailit, nuk është puna është edhe të retailit këta traderat. Jena të folë edhe në Web3 të zhvillues në Web3, kryesisht janë fokusuar çashtë në Solana. Pse? Për shkak që po ja ofron Solana këtë punën e infrastrukturës që e ka top, po janë të ofruar dhe janë kriju kallëzova launch shpejta dhe ekipe si inkubator mrena Solanës, që po i ndihmojnë shumë projektet, çdo projektet e vogla për me u ndihmojnë për zhvillim, për listim, për krejt. Edhe e përmen ICO-jat, janë jashtëzakonisht mos madhe tu u munu edhe tu arri që atë, pe arrin me mbrojt retailin ose konsumatorin me thonë në investimin e saj. Se kallëzova, po thot veç 3 milion po na duhen, këtë pjesën tjetër pja u kthejnë, edhe çka ka ndodhur. Shumë projekte, po ndodh po dropin, atë se po është normale, po listohen projekte në për Bybit e Binance në për exchange-at mëdhej, edhe po ka dropa 5-60%, që tani po shkani ku akumulimit po kfillën, po edhe këtu po ka dropa, po çka ka ndodhur, kësi rug pulls ose rug pulla, ose më thonë që i thojnë ana me ai shtekerin, po ka shumë pak. Po foli për projekte që kanë përdorim, sidomos në kallëzohat tokenizim, për shembull po ka në një projekt që po ofron me shitje online ose tesha ose shitje online saneve, po ka që po ofrojnë këto prediction markets po lojna, domethënë çat kujtohet. Nuk kena të fol për mim kojna në aspektin e të ndërtimit të aplikacioneve në Solana. Po njerëz edhe nëse e shef për momentin on-chainin, pak më herët i analizoj çfarë do të dhona, edhe poshtë që Solana që t'javën e fundit u konën për top 5 chains, e ka pasën në parë si në adresa aktive, e ka pasën transakcione edhe daily activity users, që është metrik shumë e rëndësishme, sidomos daily activity users, për shkak që mujnë me thonë që metrika daily activity adresat mujnë me u manipulu për shkak që kemi bota, mujnë me pasën njëri 10 adresa ma shumë, po daily activity users është bashkë metrika që të ka dhënë që ato gjetë adoption një blockchain. Njerëz janë të interesuar me përdor çat blockchain. Edhe që kjo është ndodhur te Solana, njerëz janë të interesuar me build, me ndërtu diçka në Solana, edhe që patëm edhe narrativa ndryshme që janë të paraqit, këtë pishomi që çto narrativa që shken AI agents, ICM narrativa, tash që po vjen puna e ICOs që po thuhet tokenizimit, këto njerëz janë veç interesuar me build në Solana për shkak çfarë që po intereson se me një statistik, që thash se edhe që kjo kthimi ose app revenue sa gjenerojnë të ardhuna projektet, Solana është të pri bëndshëm. Nuk po di sa ke në baza ditore. Revenujat për momentin të Solana është shumë e mirë. Na me cekëm një rast që ndodhi me KDA në Kadenan, që veç dështoj projekti. Ati shumë mirë e thove një fjalë që kjo është problemi kur s'ka një business model projekti më shvejte, po më varët veç prej tokenit. Na spjegojnë atë pjesa fundamentale të kurse që kena, dhe të kriptoshkolla dhe të Crypto Blockchain Akademia. Një projekt i cili nuk e ka një business model, një ekonomi të projektit vetë. Ai projekti është destinu me dështu. Projekte që varën veç prej launch-it tokenit veç fa launch që kanë me pas, edhe të në që varët sa ka mu të rektu që ai tokenit tyne. Si të varë veç prej sajna, nuk ka jetë gjatësi të madhe.
një projekt i cili e ka një biznes model edhe ka me e ka arrin me gjeneru të ardhona të mira vazhdimisht, ai projekt është i destinuar me kompi projekteve serioze botën e kriptos. E shtojnë ato e pa momentalisht edhe personalisht në çdo ditë që përcjellin Solana, po ka me 10 projekte të reja që po dalin dhe shpojnë sukses, po gjenerojnë të ardhuna. Edhe pse na shapojnë të ardhuna kur ti kthyesh, nuk janë të ardhuna të noja, po është e mjaftueshme për një projekt për me mrri me pagu për infrastrukturën që i kushton për me zhvillu projektin, me pagu zhvillues që i vijnë për me zhvillu çat projekt, se na e dina që kur të çesh një projekt, nuk kryhet këtë puna me lansim projektit, ki me punu produkt, me perfekcionu produktin tënë, e shumë sa në tjera. Çdo projekte po arrin me edhe besoj që në Solana ka shumë projekte, do me thonë, nëse dojna me se retail është i fokusuar me gjithë projekte që thojnë me shumë zero, po na ajo po dihet me market cap të vogël që mund me pas e curit mirë. Fokusi do me kon te Solana. Që ato projekte janë momentalisht Solana është e kena përmend atë trendin e internet capital money, që është launch coin-i që pëlqen projekte që shohin në launch coin-it. Ka projekte të mira, veç vynë me bo hulumtim të mirë. Do me thonë se para se me investu, do një gjithë me hulumtu, me këshyr ku po investoni, me këshyr të ekipa, edhe këtu ka projekte që dështojnë, ka pas projekt që vetë ku me investu në të, ka dështu. Për shkak që zhvilluesi, developeri që ai CEO i projektit, nuk u konë shumë serios në punën e tij, një drop i madh nuk ka mujt me u kfill. Po ka projekte që për një me mas dropit, ka ndodhur dropi, ekipa se nol të punu, edhe projekti u kfill, u kthy. Po janë projekte që po gjenerojnë tordhëna, po gjenerojnë, po kanë lëvizje, nashta me thonë prej 2 milion, 3 milion deri 10-15 milion, 20 milion market cap, që është rikthim i mirë investimit kur të investon nëse e nxen çdo poshtë. Prandaj mendoj që shumë shpesh e kum thonë Ethereumi është blockchain i institucioneve. Solana është blockchain i retailit. Edhe Solana është ka arrin me voç ato që ka dalë me kthy retailin në lojë. Për Solanën, a kime shtu diçka për sa në diçka ka pjesa e metrika? Shumë mire përfundove, çfarë kisha thonë? Se po du mu lidh, masi podcasti kam u shoq dealën, me njerë të mërkurën është mbledhja e fundsit. Na dyja këshirëm edhe një analizë ti që ke bo të Bitcoinit edhe të Ethereumit, që unë menoj në mënyrë perfekte, po që thojnë po përputhen me ato me pritshmëritë që mundën marrë për fundsit. Unë edhe te grupi e kom shoh edhe në shimet e mia kur foli për pjesën e makros, unë kom thonë që kjo M2 Global Money, Global Liquidity që është, hala është të bo all time high, hala nuk po tregon shenja të ramjes. Do me thonë likuiditeti në nivel global është top, kur që po du me thonë që ka aspekti makroekonomik jena super në treg, peshohëm prej arit, që është të bo all time high non stop, peshohëm prej stock marketi që ka bo all time high vazhdimisht, këta 2 muajt e kalum, nuk përshohëm hala në performim të mirë të fuqishëm Bitcoinit dhe të kriptomarketit, po one këto e lidhe me ato që zakonisht Bitcoini që thënë ana lageratos është mrapa e përcjell lëvizjen e arit tek dikon rreth 10-12 javë mas nej, masi që ka nisë lëvizjen ari. Që tash, po doket që ari ka mrri një farë topi, edhe nuk mundu me thonë që s'ka me i calo, po e patë ramin par dje, ose dje ke ramja me madhe e arit nëse këshyrëm në time frame ditor, ramja me madhe për viti 2013, dhe me thonë në 12 vjetë e fundit ramja me madhe ditore, këtë dikon 70% patë rami ari. Tash është ajo që jo po ja nisin me dalë paret prej arit në Bitcoin, unë nuk po du më lidh me këtë teori, për arsye se edhe nëse ndodh kjo ndodh në qasi kohet që retaili nuk mundu në marrë vesh këtë farë lëvizje që ndodh, ja nisë vesh për një herë ose ka daldale, tash mbledhja e fundit është mërkurën. Nesër është CPI-ja, hala qeveria amerikane është në mbyllje, është e mbyllën, është government shutdown që po vazhdon atje, ju mbo diku nashta 2-3 javë, sipas polli marketit, sipas kallshit që është një prediction market, po doket që ka me te kalu ato mbyllet e ma hershme të qeverisë që në konë 35 ditë është rekordi, këtë po pritet që 39 ditë ka me shku mbyllje e kësaj qeverie. Kur ka mbyllje qeverisë, nuk ka dhana që shfaqen dhanat e ekonomisë, as dhanat e punësimit, as dhanat e inflacionit. Është ka bërë një përjashtim të nesër, janë dhanat e CPI-s,
pritshmërit janë, kur CPI-ja me dal njëjtë si e kalumja 3.1, kurse headlines të CPI-ja po pritet me dal 3.1 ka qenë 2.9. Nëse del sipas pritshmërive, zakonisht tregu mundet me reagu mirë, po në menoj që nuk pres lëvizje tregut prej CPI-s. Mundet me pas një lëvizje manipulative, po i shkon lëviz tregu nëse dalin dhonat shumë të ulta se sa pritshmërit, për shembull, po pritën 3.1 e me dal inflacioni më poshtë se sa që u dal muajin e kaluar, që i bën me pas rramjet e inflacionit. Po çfarë është tash mbledhja e fundit mërkurën, aty 99% e gjasat që ka me pas rate cut, edhe po flitet që mbledhjet e mërkurës të fundit, Fedi me nol QT-n, që është quantitative tightening, ku me QT Fedi largon likuiditet prej sistemit bankar. Për shkak të QT-s, jena të e po, këtë javë du lajmi që bankat regionale në Amerikë janë, do më thonë, janë shumë keq pozicionume, disa abuz falimentimit për shkak kredijave të këqija. Bankat regionale kryesisht kredija të japin atje për janë kredija personale, kredit kartela njerëzit që marrin, kredija të kerreve, kredija të shtëpive. Po çato banka do performu shumë keq edhe ka rrezik që disa prej tyre edhe mundën edhe me falimentu. Për çet arsye dul Powell e pat një fjalëm javën e kaluar, tha që ka gjasë që QT-n e ndalim muajve në VM. Unë po mendoj që ka ndoshta për shkak të lajmit të bankave regionale, mundet QT-ja me u ndal mbledhjen e ashme të fundit ose më jap lajmi që ka me u ndal, se fundsi mundet me thonë po e ndalim QT-n prej muajit tashëm, që mundet tani gjatë muajit nëntor. Çajm të po këtë herë se muajin e kaluar kur ke mbledhja e Fedit, fundsi son po vazhdoj perspektivoj se pjesën teorike fundamentale të pjesës të fundit, ti tani çat çortin që folëm më herët që diskutuam që u përputhke perfekt me çito që jem të menu vet çka mundet marr mas mbledhjes së fundit. Nuk është të folur kërkosh për mbledhjen e fundit tashme, edhe ka po dihet që ka pas rate cut, se shansat janë për mi 90% që rate cut kanë pas edhe në mbledhjen e ashme të fundit javën tjetër, edhe në mbledhjen e dhjetorit. Ka shansa që kanë pas një rate cut edhe në mbledhjen e janarit, por kjo nuk është halo pjesa aty në parashikimeve në prediction market ose që po flitet shumë. Po për çdo dy rate cut tashme, shansat janë shumë mëdha edhe për shkak që edhe vet Powell e ka paralajmëruar këtë për shkak të dhënave të punësimit që janë të këqija, kozha dhëna dobta të punësimit në Amerikë, edhe ai përdit që inflacioni kena arrit mirë me ul me krahasu me vitin e kaluar. Nuk është mas miri inflacioni, po jena më mirë se vitin e kaluar, po për shkak të uljes në ratë interesit normalisht inflacioni mundet me dalë pi kontrollit, për arsye se ulja në ratë interesit ndikon tani edhe në rritjen e tezës financiare. Kur ka parë shumë në tezë financiare, kjo tani mundet me sjellë në inflacion. Po do të thonë, nuk është të fol në Twitter sidomos, nuk janë të fol, që shoh fol ke para mbledhjes kaluame të fundit, rate cut me stregjet me bo me kështu se është një farë sentimenti shumë bearish i në Twitter i kriptoshave. Për shumë që nuk ka të besu kërkush, jena të po dhe fire ngritin është të najtë në zonën e 20, mes 22-29, që është firi ekstrem fir ose pjesa e firit. Do të thonë janë të friksum ose ekstremisht friksum tradera se çfarë mundet me ndodhë në vazhdim. Unë e vazhdoj me qëndru pozitivisht që kanë pas treg të mirë çfarë 2 muaj në vazhdim. Mbelja mendoj që nëse Fedi jep lajme që po nalet QT-ja, kjo i bjen automatikisht ka me pas më shumë likuiditet në sistem bankar. Ka me pas parë më shumë. Kur ka parë më shumë, pritshmëritë janë që edhe në treg, ajo më ndikon edhe në tregje financiare. Sidomos në tregun e kriptos, që është treg më i vogël se tregu i stock marketit, e që edhe retaili mund të më ndiku, edhe pse llogaritën është që një person me investu $2.000-3.000, e mirë që nuk është shumë e madhe, po paramenoje kur sa banor ka Amerika, tash secili me pas mundsinë me investu çato parë. Personalisht po pres edhe tu bazu në M2 që Bitcoini ka me përcjell lëvizjen e arit. Ari ka me mrit topin, menoj që do det në vazhdim, nashta 10 det 2 javë në vazhdim, edhe mas me nis lëvizjen Bitcoini që përputhet perfekt me çato që Bitcoini e bën lëvizjen 10-12 javë mas arit, e zakonisht ari likuiditetin global e ndjek
dikon është mbrapa sajna dikon rreth 2-3 muaj. Kjo ndodh, domethënë përcjellet edhe me rrëmjen e dollarit, ngritja e arit, e likuiditetin global nga të po vazhdimisht është në rritje prej shtatorit vitit kaluam, e ka pas një rrëmje në fund vitit në fund vitit kaluam, fillim në fund të janarit, fillim shkurtit, tani pikë shkurtit ka vazhduar dhe tash e kena në all time high që sa javë. Edhe që sa unë tash bazë keq ty në danave makroekonomike po foli, unë pres që kena me pas treg të mirë të kriptos, lëvizje të mira mas fondsit. Po çfarë pres? Tash edhe ti kemi na kallzuar në qartë, unë pres që se çto lëvizje që po bëhen, po e strego, po bën tregu, po e strego, kjo për një me veç i bën shumë nervoz njerëzit edhe mundet veç me vendos 100 njerëz pi tregut. Edhe njerëzit dalin, edhe në ato e po që thashun në Twitter shumë pak njerëz të folësh për mbledhjen e fundit. Ti ma kallzove teknikisht çai të po në qartë, që u përpot ke perfekt me çato, unë kisha pas shef çaçat që ma kallzove mu me shfaq për ata që kanë me përcjell këtë podcast. Edhe tani më kallzu, tani mbas aty në fjalën me mu pase apo presëm lëvizje pozitive dhe bile me kona si që i thojnë hated rally, me koni tregut e marketit i Bitcoinit, Ethereumit dhe tani këto tjerat me përcjell në muajin nëntor dhe dhjetor. Apo vazhdon me qartë. Fix, tash nëse analizojmë chartin, që është problemi në lower time frames, që është thamë edhe më herët, lower time frames për momentin është kogja një price action i manipulum, kogja një price action që ta shkakton një shpërqendrim, një pavendosshmëri, edhe momentin kur traderat fokusohen shumë lower time frames, nis veç me u bosulla se ku jemi tash për momentin me pasqyrën e tregut. Çta dojnë me shkaktu edhe market makers të traderat. Ç'a është mirë në këtë moment, është mirë me dal në higher time frames. Sot na kena me fol më shumë për higher time frames për shkak që pikërisht higher time frames ose makrostruktura ka më na kallëzu neve se ku jemi për momentin me tregun. Çka është e rëndësishme tash nëse analizojmë chartin në higher time frames ose makrostrukturën. Shumë e rëndësishme është me potencu një sen që është shumë e rëndësishme në analiza teknike që është market struktura. Për momentin në mujore që është, do më thonë sa më i madh time frame-i çaq më e rëndësishme është analiza, çaq më e rëndësishme është market struktura në këtë rast, në mujore është shumë e rëndësishme që për momentin jemi duke formuar pikat higher low këtu, higher low pika këtu, prap kemi formuar higher low që nënkupton që për momentin struktura e tregut është bullish. Edhe këtu kemi formuar një higher high që lëvizja e radhës presmi prap më ka një higher low. Edhe na e trajtojmë tregun bullish përderisa të shohim që analiza teknike edhe charti janë bullish. Market strukturën për momentin e kemi bullish. Tash pa e komplikuar shumë, qysh edhe e folëm edhe më herët, unë i kam analizuar dy skenaret. Për shkak që në analiza teknike shumë e rëndësishme është me analizu të kaluamën për me morën vendime në tashmën ose në të ardhmen. Tash nëse e analizojmë të kaluamën, sidomos ciklin e kaluam, edhe e morëm tash një lëvizje që ka ndodhur ciklin e kaluam, që është zona këtu, do me thonë të pjesa këtu, është lëvizja e ciklit kaluam. Qa kemi pas tash këtu? Nëse e mormi si support ose si rezistencë këtu, lëvizjen, do me thonë e mormi me badit kandilav, këtë pjesën këtu, atëherë kjo na le me nënkuptu që lëvizja e radhës që u bon në Bitcoin, u kanë thjesht një manipulim. Prap jemi kthye me një kandil e kemi fituar rezistencën, e kemi shndruar support, po kandili radhës u kthi prap në support, që kalon me nënkuptu që thjesht u kanë veç liquidity grab. Ka shku me i mor stop lossat edhe prap me u kthye marketi. Fakti që çet zonë çtu e ka bën retest, le me nënkuptu që kjo zonë u kanë shumë zonë e rëndësishme. Do me thonën retesti që u bën çet zonë kalon me nënkuptu që u konën shumë zonë e rëndësishme. Jemi mbyllë në rezistencë, kemi bërë bearish retest dhe jemi rikthyje down. Tash, të u bazu në çet chartin këtu, mormi edhe pe tërheqmi prap një trend line të zona e zona këtu që e kemi shndruar tash support. Çka është më rëndësi në çet rast? Pa e komplikuar shumë, e rëndësishme tash në çet rast është që në mujore mos me humbën çet zonën këtu. Mos me ardh me trup të kandilit me u mbyllën. Nëse mund është edhe me shifra, me kallëzu zona cila i vjen. Fix. Tash me shifra, kjo zona këtu i bje pavarësisht zona 102.800-102.500. Do më thonë, 102.500 që në mujore është mirë me majtë mend që është e rëndësishme me urujt si zonë. Me mbajt si zonë. Për me vazhdu që
me vazhdu trendi bullish i tregut. Po. Do me thonë, këtu nuk duhet me trup të kandilit me mbyll nën këtë zonë, po me rujtë si zonë. A ka mundësi me orë një vik nën këtë zonë? Ka mundësi, Me po adina neve na që intereson që vika lën, mujorja më rujtën në 102.500. Tash tjetër çka është e Që rëndësishme? mundet me vik me orë 97-8. E fiks tu e analizu rastin tjetër, do me thonën, që shpesh lëvizjet që ka kry Bitcoin e ka bo një impulsive move, një lëvizje uptrend dhe ka shu ka formu një range. Prap impulsive move range ka është një lëvizje që kryet lëvizja në bull market. Tash tu analizu lëvizjen tu, shoh që çdo herë që kemi formue range të kjo zona poshtë, do me thonën tash për analizojmë njavore qartin. Që të poshtë, çdo herë që kena formue një range, kemi ardhën edhe, kemi bëhe një vik në këtë range-in të, do me thonë. Prap të kjo pjesa këtu, prap vik kemi bëhe të pjesa këtu, prap kemi lënë një vik këtu edhe një vik të pjesa këtu. Që tash, të analizu chartin qëtu, çdo herë që e kemi lënë një vik në range, që është viku këtu, viku tjetër, edhe viku këtu, le me nënkuptu që tash lëvizja e radhës mund prap me na e dhonën një vik. Do me thonë tash të pjesa këtu, te pjesa këtu mujmë prap me ardhë një vik, si vikat e kalum për me vazhdu e lëvizjen up. Që nën kupton, para se me nis marketi lëvizjen up trend, thjesht vjen, merr likuiditet, merr stop lossa edhe nis lëvizjen up. Tash është e rëndësishme, në mujore me urujt zona 102.500, ndërsa në javore me urujtën zona 98.500, janë zona shumë e rëndësi. Tash me një aspekt tjetër psikologjik e kisha lidhën qëtë pjesë, se viku që do të me ardhë tash me morë të u bazue në qelën e çmimit që ka bon të kalumën, është afër zonës 100.000, që tash nëse vjen edhe le vik në zonën 100.000, kjo kish ndikue me shkaktu do me thonën frikë edhe panik të më shumë aspekt psikologjik, kur prej një çmimi 6 shifror, vjen një çmim 5 shifror, ndikon psikologjikisht te retaili. Po kjo thjesht mund me konë, është shumë normale me trup me umbyll në ditore nën këtë zonë, po neve na do të javore veç thjesht me konë një vik, edhe prap me umbyllën mbi zonën 98.500. Do me thonë, dy zona të rëndësishme janë zona mujore që do të me rrujt 102.500 dhe zona tjetër javore 98.500. Po, që kjo është që, po thëmë, une edhe për shak që nuk është u folë shumë, une presi që kjo mbledhje fundë, që kjo rejt ka që ka me konë të mërkurën, po nëse ashtojna edhe nëse ndodhë për një me paralajmërot ndalja QT-s, une presi që ka me konë fundë që ma bullish i këtij viti. Do me thonë që do me thonë fix që kjo që pa të erë qarti ty, që nëntori dhe dhëtori me konë mujt gjelbërt, që përputët edhe në aspektin e makroekonomik, po edhe jetu e po në qartë, më presë që realisht që kjo me ndodhë, po normalisht njerës që ndodhë dhe presi na lëvizjen pozitive se ndodhë që aj krejshit premtës me 10 tetor që ndodhë, po nuk nisë të regu ashtu se shumë ka pas njerës që e kam blej dipin, që ata që e kam blej qatë ramje, të regu normalisht i shkunë edhe ata. Ishte me shqit edhe me hu besimin që nuk ka me pas ngritje që ja vlejnë, ti me i majtë ma shumë qato pozita që i ke blej qatë kohë. Tash, ja ka njësa teorite extended cycle, që nashta nuk ka me pas kërgjë këta 2 muj, se cikli u shty, për me konë me ndodhë tash realisht all season, ose me ndodhë cikli i ngritjes në 2026. E shumë teoria, po na halo të qëndrojna me qatë që nëntori dhe dhëtori kanë me konë mujtë mirë, sidomos të e di që na pret shkurtimi i dytë në nësë interesit në fund të torit, të njështë edhe njënë dhëtor. Qaj edhe dhëtorit mundet me konë që nashta e kryin tregu se ndodhe dhe gjithë për festa në Amerikë u konë e që ka pas ramje, ka ditë me të befasu me ramje tregu,
që pra përputhet me konë një 6-7 javë të mira tregut mas mbledhjes fundit. Që podcast nuk e këshëm zxat ma shumë, çka kemi u kallëzu pak njerëz që me kthy fokusin ka ekosistemi i Solanës, se për një me po ka zhvillime shumë të mira. Kjo vlen edhe për ata që dojnë me ndërtu ose ndërtojnë edhe që ndërton webdish, mundesh me kthyer me bo tani çat aplikacion që ke ndërtu ti me ekonominë atij aplikacioni me bo në blockchain, për me zgjedh blockchain e Solanës, për me bo, nëse dënë me pas një projekt që të funksionon edhe në Web3. Solana është një ekosistem që i përkrah shumë zhvillues, edhe një ekosistem që ndryshe quhet edhe blockchaini i njerëz ose people's blockchain. Falenderoj shumë edhe për analizën që na e bune, edhe për që more pjesën podcast. Shihemi në podcastin e radhës në javën e ardhshme ku kena pas një musafir që shpresojmë që ka me mujtë më ardhë, që ka me full bashkë për blockchain e Solanës, se ai shumë atë e patë para lajmërueshtë që ekonomia e blockchainit ka marrë në blockchainin e Solanës. Shihemi në podcastin tjetër. Faleminderit.